Mirëmëngjesi të gjithëve, faleminderit që keni ardhur me përcjell. Është dita e fundit vërtet e procesit i cili zgjati kaq shumë, i procesit të gjykimit të 4 drejtuesve të ushtrisë qëndrore të Kosovës. Njëri prej tyre, zoti Thaçi, ishte president i Republikës Kosovës, zoti Jakub Krasniqi e zoti Kadri Veseli ishin kryetar të kuvendit të Republikës tonë, kurse Recep Selimi, general i ushtrisë qëndrore të Kosovës, dhe udhëhoqi edhe grupin parlamentar në kuvendin e Republikës Kosovës. Këtyre njerëzve tashmë ata kanë marrë një ndëshkim të padrejtë, sepse procesi zgjati aq shumë sa që unë pretendoj dhe gjithë pretendojmë së bashku që u shkel e drejta elementare e njeriut, e cila mbrohet edhe me konventën e Kombeve të Bashkuara, edhe me konventën evropiane të drejtave të njeriut, por edhe me kushtetutën tonë. E kjo është e drejta që personi të gjykohet në kohë të arsyeshme. Kjo e drejtë ma mërmenja që u shkel në mënyrë të dhënshme, sepse janë bërë 5 vite 3 muaj që këta drejtues të ushtrisë qëndrore të Kosovës mbahen të izoluar, edhe larg familjeve të tyre, e larg shtetit të tyre, dhe kjo është e para që dua ta them. Pra ka qenë një shkelje brutale e të drejtës për me pas gjykim të arsyeshëm në kohë. Tjetra është që ne patëm kritikën tonë gjithmonë për këtë gjykatë që ishte gjykatë një etnike. Gjykatë e cila fokusin e kishte padrejtësisht në ushtrinë qëndrore të Kosovës. E unë jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që lufta jonë, lufta e popullit të Kosovës, ishte luftë e drejtë, ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë mbrojtëse, nuk ka qenë qëllimi i kësaj lufte sulmi i asnjë populli tjetër. Targeti vetëm i uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria sërbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën gjenocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq, e që i mbytën mbi 12.000 qytetarë të Republikës sonë. Kundër këtyre njerëzve ishte drejtuar lufta e ushtrisë qëndrore të Kosovës. Dhe këtë të vërtet nuk ka asnjë institucion. Këtë të vërtet nuk mund të ndryshoj asnjë gjykatë. E çka po përpiqet të ndodhë brenda kësaj gjykate është shtrembrimi i historisë, sepse edhe baza mbi cilën u ndërtua kjo gjykatë, që është raporti i Dick Martit, doli një raport i gënjeshtër me plot të pavërteta për trafikim të organeve nga ana e ushtrisë qëndrore të Kosovës. Dhe mbi këtë bazë u ndërtua kjo gjykatë. Një grup i deputetëve ju ka drejtuar kësaj gjykate për ta testuar sinqeritetin e kësaj gjykate. Një grup i deputetëve ju ka drejtuar edhe me kërkesën për trajtimin e masakrës së Dubravës, ku janë të qartë personat që e kryen atë. Dihet kush ka qenë ministër i Serbisë, dihet kush ka qenë drejtori i burgut të Dubravës në atë moment, dihet kush ka qenë secili gardian që i kreu atë masakër. Ju ka shku si kërkesë gjykatës speciale, gjykata speciale ka thënë që nuk është një etnike, po kur nuk e trajtoj asnjë krem të Serbisë. Zoti Konjovca është tompi liderëve politik. Secili bëjmë atë që e kemi obligim, dhe i gjithë shteti mendoj që ka qenë në funksion të kësaj të vërtetë që unë po e them, për luftën e UÇK-s, nuk kishte ndërmarrje kriminale në ushtrinë qëndrore të Kosovës. Kjo është e vërteta dhe kjo e vërtetë ka me dalë në këtë gjykatë. Nuk ka në zemër të UÇK-s ndërmarrje kriminale. Ushtria qëndrore e Kosovës ka qenë ushtrie drejt, e krijuar drejt për drejt për popullit të Kosovës. Prej kërkujt prej larti nuk është kriju ushtria qëndrore e Kosovës. Ajo ka marrë hap sidomos pas epopesë legjendare të jasharëve
edhe rënjes komandantit legjendar Adem Jashari, zbashku me Hamzën, zbashku me Bacin Shabana dhe me 58 antar tjerë të familjes, ka marrë hov, është masivizu ushtria qeveritare e Kosovës. Kanë shku aty me mira ushtar, burra e gra, më të mirë që i ka kumbi jonë, për me mbrojt popullin tonë, prej gjenocidit të Serbisë. Kjo është e vërteta dhe kjo e vërtet ka më konfirmu edhe në këtë gjykatë. Kjo është arsyeja pse konfirmu këtë vërtet të diplomatë tjerë dhe kam një pyetje përveç ne për çdo ditë zonje bëjmë këtë që po them. Këto veprime janë të përditshme. Çdo takim ndërkombëtar që edhe vetë kam pasur, ua kam thënë këtë sarë që edhe është ngritur kjo temë dhe kjo do të kurorëzohet me lirimin e drejtuesve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kthimin e tyre në Kosovë dhe pranë familjeve të tyre. Jack Smithin për ndikim në dëshmitar. A mendon Shumë mirë që e ka ndikuar. që edhe Kosova me ngrit këtë çështje në Shumë mirë që e ka gjykuar vetë sepse ka pretendime që Jack Smith ka ndikuar edhe të dëshmitarët. pra vetë personi për cilin ju po flisni edhe që ka qëndruar mbrapa këtyre akuzave, vetë ka problem me drejtësinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse EULEX na ka kthyr përgjigje që nuk e ka asnjë kërkesë për ta hetuar Jack Smithin. Si autoriteti që e mbron Jack Smithin e heton shteti i tij, shtetit cilit i takon ai. Kjo për ne është e mjaftueshme dhe tregon për jo seriozitetin e personit i cili aq shumë insistonte në këto aktakuza, të cilat janë të gënjeshtërta, të paqëndrueshme, e të cilat po tregojnë edhe për vetë tash, për vetë problemet që i ka zoti. Gjykatën speciale sepse ai hetohet nga Amerika për Amerikën, për Trumpin. Ndërkaq EULEX është autoriteti që e mbron prokurorin e speciales. A do të kërkoni hetim nga EULEX dhe nga autoritetet e Bashkimit Evropian? Ne gjithmonë i kryjmë obligimet tona, mendoj që edhe kjo që thoni mund të jetë arsyeshme. Ne natyrisht kemi edhe atje relacione në Kosovë me EULEX-in. Gjithmonë do të vazhdohet të kërkohet kjo, por unë mendoj që tash jemi në ditën e fundit. Gjykata do të vendos pas kësaj. Ne shpresojmë shumë që verdikti do të jetë në përputhje me historinë dhe me lavdinë e ushtrisë shqiptare. A ka ndihmuar sa duhet Kosova financiarisht? Vonova. Ndërsa ka deklaruar se ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë një luftë të drejtë për arsye edhe shteti i Kosovës ka shprehur dhe shpërndar në historinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse ai duhet të kalojë pjesën e